Premtimet e ministrit të arsimit Abdulaqim Ademi se brenda një jave të gjitha shkollat në vend do të furnizohen me tekste shkollore, nuk u realizuan. Përgjegjësit e shkollave ku mungojnë tekstet shkollore thonë se deri më tani janë furnizuar vetëm me një pjesë të teksteve, të cilat nuk plotësojnë nevojat e numrit të madh të nxënësve. Kërkesat janë dërguar deri te Ministria e Arsimit dhe Shkencës, presim që të zaventësohen librat e vjetër me librat e ri. Ato na dhanë, domethënë fjalën se do të bëhen zaventësimi atyre librave. Kur do të bëhet, si do të bëhet ende nuk e dim. Ngelet nxënësit që të mësojnë ende operative librave të amortizuara, të vjetra, sa ka efekt, sa mundet, ajo vlerësojnë vetë pedagogët, vetë profesorët. Edhe për ne ka kërkesa shumë mëdha, edhe nga prindët kemi presion, edhe nga prindët, edhe nga vetë pedagogët, nga pedagogët, nga profesorët e shkollës. Gjatë muajit shtator dhe tetor, do të thotë se kemi pas furnizimin e shkollës me libra, por jo komplet, ashtu që momentalisht nuk jemi të kompletuar dhe kemi nevojë edhe për shumë libra tjera. Apeloj që në kohë shumë të shkurtë jemi komplet dhe të rjedh ashtu se si e kemi planifiku viti shkollor. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi sot nuk deshi të komentojë premtimet e parealizuara për furnizimin e shkollave me tekste. Nga dikasteri i tij thanë se me qendrim zyrtar do të dalin ditëve në vijim. Kujtojmë se një muaj më parë vetë Ademi për mungesën e teksteve kishte fajsuar drejtorët e shkollave. Presim që deri në fund të javës së ardhshme disa tekste shkollore të cilat mungojnë edhe atë vetëm nga një kompani e cila nuk ka arritur të distribuojë dhe ka kërkuar afat shtesë, që javën e ardhshme të përfundojnë që edhe nxënësit, por edhe mosimdhënësit të mos maltretohen në forma alternative të mundohen të gjejnë tekst. Për shkak të mungesës së teksteve shkollore, nxënësit, kryesisht të shkollave të mesme, tash 2 muaj kanë humbur orë të tëra mësimore, ndërsa disa prej tyre kanë marrë edhe nota të dobta.